Bismillahirrahmanirrahim. Sqarimi rreth qëllimeve, synimeve dhe kërkesave të librit hyjnor në përgjithësi dhe në veçanti. Referuar deklaratës së vetë Kuranit famëlart, kuptojmë se ai është cilësuar si libër udhëzimi. Ai, Kurani, është udhëzuesi i sjelljeve njerëzore, edukatori i shpirtit, shëruesi i sëmundjeve të zemrës, si dhe fanar ndriçues në udhën për tek Zoti i botave. Lidhur me dimensionin përgjithësues të zbulesës hyjnore, mund të themi se është prej mëshirës së Allahut të madhëruar që e zbriti këtë Kuranin madhështor prej lartësive të afrimitetit, duke transferuar atë nëpërmjet botave të ndërmjetme, derisa mbërriti te bota jon e errët, te burgu natyror në të cilin ndodhemi. Është prej mëshirës së tij të madhe që nëpërmjet kuptimeve të ngarkuara mbi forma gjeometrike, gërmash të bukura, kishte për qëllim të nxjerrte njerëzit prej burgut të paditurisë dhe të errësirës, kishte për qëllim të shkulte prej mendjeve të tyre prangat e pesimizmit dhe të shpresës së pashpresë. Ai kishte për qëllim transferimin e qenies njerëzore prej gjendjes së mangësisë, të dobësisë dhe të shtazarisë për te horizontet e përsosmërisë dhe të fuqisë njerëzore. Kishte për qëllim transferimin e njerit nga gjendja e miqësisë me djallin për te miqësia e njerëzve të afruar hyjnor. Ai kishte për qëllim transferimin e gjendjes për te pozita e lartë të takimet me Zotin, që është edhe ka qenë synimi kryesor dhe madhështor i njerëzve të dashur të Allahut. Nisur nga sa u përmend më sipër, mund të themi se Kurani është libri i thirrjes dhe i ftesës së njerëzve për te lumturia e përjetshme, duke sqaruar hap pas hapi hartën e rrugës për mbërritjen tek ky qëllim. Të gjitha këto qëllime dhe synime në vetvete vinë në funksion të rrugtimit të qenies për te krijuesi i saj. Për qëllimeve të rëndësishme të përgjithshme gjithashtu janë ftesa për njohjen e Allahut, ftesa për t'u njohur më afër me çështje të rëndësishme, të lidhura me Zotin, me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij. Në këtë kuadër, më e rëndësishmja se gjithçka është njësimi i qenies, njësimi i cilësive dhe njësimi i indikimit, të cilat janë të përmendura herë në mënyrë të drejtë dhe herë në mënyrë të tërthor. Duhet të kihet parasysh se sqarimi i cilësive të qenies hyjnore është ofruar në këtë libër të madh hyjnor, nëpërmjet një metode që e bën atë të kuptueshëm për pjesën më të madhe të njerëzve, pavarësisht për gatishmërisë që tregojnë për të kuptuar dhe për ta perceptuar secila kategori. Kjo është arsye pse dietarët e dukshëm e të prekshëm, pra ulemul zahir, dietarët e hadithit dhe dietarët e fikhut, kënaqësia e Zotit qoftë mbi të gjithë ata, i komentojnë ajetet e tauhidit, njësimit dhe veçanërisht ndikimet e njësimit në një mënyrë krejtësisht të ndryshëm nga ajo me të cilën e komentojnë askët dhe dietarët që merren me studimin e botës së padukshme apo të asaj që quhet ilmul batin, dijet e fshehta. Autori i këtij libri i vlerëson të dyja mënyrat e komentimit si korrekte dhe të vlefshme. Pasi Kurani është shërim për sëmundjet e fshehta, të padukshmet dhe kuron secilin prej patologjive në mënyrë të veçantë. Lexojmë ajetet kuranore që trajtojnë tauhidun dhat, njësimin e qenies, ku Allahu i madhëruar thotë: Ai është i pari dhe i mbrapmi, i dukshmi, me argumente dhe i padukshëm me sy. Allahu është drita e qejve dhe e tokës. Ai, Allahu, është Zot në qiell dhe Zot në tokë. Ai, Allahu, është me ju. Ngado që të kthehet, është fytyra ana e Allahut. Të tilla ajete janë edhe ajetet e fundit të surës El-Hashr. Këto ajete jo vetëm që trajtojnë tauhidin e sifat, njësimin e cilësive, si për shembull ajeti i nderuar në të cilën Allahu i madhëruar thotë: Kur gjuaje, nuk ishe ti o Muhammed që gjuaje, por ishte Allahu ai që gjuante. Çdo lavdërim i përket Allahut, Zotit të botave. Allahu ne përlëftron gjithçka që ka në qej dhe në tokë, te të cilat trajtohet njësimi i cilësive dhe i aktiviteteve hyjnore, që ceket herë në mënyrë të përpik e herë në mënyrë më përpikje njohëse. Kështu, nga një konversim i caktuar, ato janë shërimi i plot për secilin prej palëve të dietarëve të së dukshmes e dhahir dhe të së padukshmes el batin. Edhe pse kategoritë të caktuara ajetësh, siç janë ajetet e para të surës Hadid, kanë zbritur për medituesit dhe mendimtarët e thellë të fundit të kohës, ashtu siç e gjejmë të përmendur në hadithet e bekuar në librin El Kafi. Konstatojmë se një pjesë e madhe e tyre e kuptojnë edhe dietarët e të dukshmes, së prekshmes, ehlul zahir. Kjo është një prej mrekullive që tregon dimensionin gjithëpërfshirës të këtij libri. Prej synimeve dhe kërkesave që libri i Allahut sjell për njerëzimin, është gjithashtu edukimi i shpirtrave dhe pastrimi i tyre prej papastërtive me qëllim përfundimtar, realizimin dhe përfitimin e lumturisë. Një kërkesë apo synim tjetër i përgjithësuar është mënyra e rrugtimit të qenies për te Allahu i madhëruar. Kjo kërkesë është në vetvete e klasifikuar në dy kategori apo në ndeg shumë të rëndësishme
rëndësishme të cilat janë: e para, takva, që do të thotë devicioni, frika dhe përkushtimi ndaj Allahut të Madhëruar me të gjithë format dhe gradat nëpërmjet të cilave shfaqet ajo, që do të thotë transferimi i qenies për gjithçka tjetër përveç Allahut të Madhëruar dhe nënshtrimit vetëm ndaj autoritetit të tij. E dyta, besimi i plot i të gjithë pozitave dhe i çështjeve të lidhura me orientimin e qenies ka e vërteta hynore. Rrugtimi dhe orientimi i qenies ka falja, ka qenia e shenjtëruar e Allahut të Madhëruar, që është njëkohësisht prej synimeve dhe qëllimeve madhore të librit të Allahut, pasi është thelbi i të gjithë orientimeve kuranore, qoftë ato që kanë ndërmjetësues, qoftë ato që nuk kanë ndërmjetësim. Prej qëllimeve të tjera të rëndësishme të kësaj zbulesa hynore është gjithashtu shpalosja e historive të profetëve të nderuar, të uliave dhe të urdhëve të njerëzimit, paqja e Zotit qoftë mbi të gjithë ata, për t'i treguar pjesës tjetër të njerëzimit se cila është mënyra nëpërmjet të cilës e vërteta dhe e drejta hynore i ka edukuar shpirtrat e tyre. Ato histori janë shumë të rëndësishme për të dhënat, udhëzimet dhe përmbajtjet e larmishme që kanë. Ato histori janë të mbushur me udhëzime, këshilla e mësime hynore. Ato histori përfaqësojnë realitetin jetësor, të mbushur me larmi formash dhe mënyrash të mahnitshme, nëpërmjet të cilave realizohet edukimi hynor i shpirtrit. Të gjitha përlavdimet, falënderimet dhe mirësitë i takojnë Allahut të Madhëruar, që i solli për ne dhe për të gjithë njerëzimin historinë e krijimit të njeriu të parë, profetit Adem, paqja e Zotit qoftë mbi të. Duke na treguar se si urdhërua Iblisi të bjerë në sejdë për të, se si i mësoi Ademi emrat, na mëson ne çështje të panjohura më parë rreth njeriu të parë, Ademit, paqja e Zotit qoftë mbi të, dhe Iblisit, çështje që bartin në vetvete një sasi të jashtëzakonshme njohurish dhe të dhënash, mësimesh, urtësi për të gjithë ata që Allahu i Madhëruar i cilëson kështu në Kur'an. Vërtet këtu ka këshilla për këto që ka zemër, dëgjon me vëmendje dhe dëshmon. Vërtet që te ato histori të mrekullueshme gjenden mrekulli të shumta që të lënë pa mend. Kjo është arsyeja dhe e fshehta pse përsëritja her pas here ajeteve ku transmetohet historia e Ademit, Musait, Ibrahimit dhe historia e profetëve të tjerë, paqja e Zotit qoftë mbi të gjithë ata. Vlen të theksohet se Kurani famulart nuk është një libër tregimesh dhe historish, por është i mbushur plot e përplot me mënyra, rrugë dhe shtigje të pahapura më përpara, që të çojnë te Allahu i Madhëruar dhe kënaqësitë e tij. Ai është libri i njerëzimit, i mësimeve të mëdha, i mrekullive dhe i urtësive. Arsyeja e përsëritjes së këtyre ajeteve ka për qëllim të ndikojë te zemrat e ngurtësuara, me shpresën se do të zbuten nëse i dëgjojnë të përsëritura ato këshilla e mësime. E thënë me fjalë të tjera, të gjithë ata që e marrin përsipër të mësojnë dikë, ta këshillojnë dhe ta nxjerrin atë prej rrugës së gabuar. Duhet të përdorin metoda, fjalë, mënyra dhe forma nga më të ndryshmet me qëllim afrimin dhe zbutjen e tij. Kështu pra, mënyra më e mirë për t'i bindur lloje të ndryshme të njerëzve dhe të mendësive, herë duke përdorur histori, herë tregime, herë këshilla, herë mrekulli, herë habi, herë përsëritje, herë nëpërmjet fjalëve të drejtë për drejta, herë nëpërmjet epitetit, sarkazmës, ironisë dhe kështu me radhë. Kjo është mënyra më efektive që mund të ndikojë te larmia e mendjeve, e zemrave dhe mendësive njerëzore. Ky është qëllimi përfundimtar i Kuranit famullar, të mbështjellë me lumturi, gëzim e shpëtim të gjitha stresat e njerëzve dhe të gjithë anëtarët e njerëzimit, pa dallim race, kulture dhe përkatësie gjeografike. Kurani është libri i Allahut, i zbritur për mbar njerëzimin dhe metodat që ai ka zgjedhur për të përçuar mesazhin dhe mësimet e tij janë të lidhura me ndryshimin e njerëzve, racave, kulturave, riteve, zakoneve, kohëve, mendësive dhe të gjeografisë. Një mesazh kaq gjithëpërfshirës dhe kaq i shtrirë në kohë edhe në hapësirë nuk mund të ndjekë një stil apo një metodologji të vetme. Ka njerëz dhe mendësi, shpirtra dhe zemra që nuk marrin mesazhin, nuk janë të gatshëm ta pranojnë atë në mënyrë të drejtë për drejtë dhe thjeshtësisht të qartë. Për këtë arsye, kërkohet që me këtë kategori njerëzish të përdoren metoda të ndryshme që mund të kenë ndikim më të fortë duke marrë parasysh gjendjen e tyre mendore, psikologjike, shpirtërore e tjerë. Ekzistojnë gjithashtu kategori të caktuara njerëzish e mendësish, të cilat nuk mund të ndikojnë as në mënyrë të drejtë për drejtë, as në mënyrë të tërthorë për historive, por kanë gatishmërinë e plotë të njihen me mesazhin dhe me qëllimet e mesazhit në mënyrë të drejtë për drejtë. Kështu, këtë kategori nuk mund ta trajtojmë një lloj me kategorinë e mëparshme. Kategoritë të caktuara njerëzish e marrin
mesazhin dhe qëllimin e tij nëpërmjet kërcënimit dhe frikës, ndërkohë që kategoritë të tjera njerëzish e marrin atë nëpërmjet premtimit dhe si harriqeve të ndryshme. Kjo është edhe arsyeja kryesore pse në Kuranin famëlar gjejmë mënyra të ndryshme dhe të larmishme të shqiptimit të mesazhit hyjnor. Përsëritja është njëkohësisht pjesa e stilit që ka për qëllim ta përforcojë mesazhin, pasi shfaqja e tekstit apo e historisë apo e ngjarjeve nëpërmjet formave dhe aromave të ndryshme letrare e shton elekuencën e tij dhe përrjedhoi edhe ndikimin në zemër. Përsëritja ka ndikimin e saj të paevitueshëm të qenies njerëzore dhe nuk ka për qëllim thjesht përsëritjen apo riprodhimin e ngjarjes historike në mënyrë të ngurtë. Ajo ka për qëllim të përsërisë fuqishëm thelbin e kërkesave dhe qëllimeve të mesazhit hyjnor me stil të ri, me fuqi të re, ndikuese dhe me forma krejtësisht ndryshe. Te çdo përsëritje gjejmë të përfshirë origjinën e ftesës dhe qëllimit, gjejmë të përsëritura veçoritë e papërmendura më parë, gjejmë të tjera aroma letrare dhe logjike të së njëjtës këshill, të njëjtit mësim, të së njëjtës normë të moralit e të mirësisë. Këto përsëritje, të cilat i hasim aq shpesh në Kuranin famëlar, meritojnë një vëmendje dhe një studim të hollësishëm që nuk i përket kësaj trajtese të përgjithshme si përfaqësore, por një studimi dhe një holumtimi më të thellë. Është në mendimet, planet dhe në shpresat e këtij robi të dobët të Allahut, thot autori për veten, që të shkruajë një libër të veçantë të lidhur me historinë kuranore dhe rolin që ato kanë në udhëzimin e njerëzimit nëpërmjet urtësive që përfaqësojnë qëllimeve sekreteve e tjerë. Kjo është vetëm një dëshirë e vogël e autorit që gjendet krejtësisht i pafuqishëm për të sjellë për lexuesin një det, madje një oqean kaq të madh sa ky. E parë nga një këndvështrim i përgjithshëm, historia e profetëve, paqja e Zotit qoftë mbi të gjithë ata, me të gjitha ndikimet dhe ato që kanë në formimin e njerëzve, në këshillat, zbutjen e zemrave të tyre, në edukimin me formën më të mirë, përfaqësojnë pa diskutim një portë të madhe të dijeve dhe urtësive, madje portën më të madhe të mrekullive dhe të lumturisë, të cilat i ka hapur Allahu i lartësuar për të gjithë krijesat e tij. Kështu pra, prej mesazhit të tij përfitojmë edhe mendimtarët, shkencëtarët, shkollarët e dietarët, por edhe pisa tjetër e njerëzve të thjeshtë kanë aksionet e tyre të majmë gjithashtu. Le të sjellim një shembull të lidhur me këtë në ajetin kuranor në të cilin Allahu i madhëruar thotë: Kuran nata ai pa një yll. Njohësit e mëdhenj arifit lexojnë, ndjejnë, prekin rrugën, mënyrën, strategjinë dhe formën që profeti Ibrahim, paqja e Zotit qoftë mbi të, ka zgjedhur për të rrugtuar për te Zoti i tij. Thellë detajeve të asaj historie, ata gjejnë mënyrën e arratisjes dhe të transferimit të qenies prej errësirave të natës së kësaj bote dhe për te kopshtet e ndriçuara të dritës dhe të përjetësisë. Gjejmë format e mënyrat më të mira të transferimit të shpirtit dhe të moralit prej errësirës së shpellave të errta të kësaj bote për te kopshtet e ndriçuara të parajsës. Gjejmë të ajo histori, mënyra dhe forma që nevojiten mendimit, shpirtit dhe frymës për të hequr dorë prej adhurimit të vetvetes e më pas për të mbështetur te pozitat e larta të shenjtërisë. Te ato lartësi të shenjtërisë dhe të hyjnores sigurojnë për shpirtin dhe për qenien ushqimin e saj të preferuar. Sigurojnë për të prehjen, sigurinë dhe qetësinë e përjetshme. Allahu i madhëruar thot në Kuranin famëlar: Unë e kthej fytyrën time nga ai që e ka krijuar qiejt dhe tokën. Ky ajet i nderuar është një shenjë e qartë dhe e sinqertë që vihet në funksion të së njëjtës logjike dhe në funksion të së njëjtës arratisje për te Allahu i madhëruar. Të tjerë njerëz prej historisë së profetit Ibrahim përfitojnë raportin e tij shpirtëror e mendor, horizontal e vertikal me krijuesin e gjithësisë dhe me krijesën e tij, duke dhënë kështu përmbar njerëzimin një mësim shumë të madh dhe të vyer. E njëjta logjikë dhe e njëjta frymë përcillet edhe me historitë e tjera të përmendura në Kuran, një lloj si historia e Ibrahimit, paqja e Zotit qoftë mbi të, edhe historia e Ademit, Musait, Jusufit, Isait, marrëdhëniet e Musait me El Kudrin, paqja e Zotit qoftë mbi të gjithë ata. Kategoritë e ndryshme të njerëzve, të mendësive, të kapaciteteve, të inteligjencës përfitojnë prej tyre me masa dhe me forma të ndryshme nga njëra tjetra. Te kjo kategori historish bëjnë pjesë gjithashtu mesazhe të ndryshëm dhe shumë të rëndësishëm, të lidhura drejt për së drejti me synimin edukativ të vetë krijuesit të gjithësisë, drejtuar kategorive të ndryshme të njerëzve, nëpërmjet mënyrave speciale që përdor shenjtëria hyjnore. Për të përcjellë mesazhin, thesën dhe synimin e zbulesës, përfitojnë kategori të ndryshme të njerëzve. Një kategori e caktuar merr mësim, kuptimin dhe urtësi të mëdha të ajeteve të para të surës Hadid, te ajetet e fundit të surës El Hashr dhe të gjithë pjesët e tjera të ajeteve. Ndërsa një pjesë tjetër e njerëzve për të përfituar e për të përthithur urtësitë, mësimet dhe udhëzimet hyjnore kanë nevojë për ajete të një kategorie tjetër. Qëllimi përfundimtar është që të gjitha shtresat e popullsisë të bëhen pjesë e mrekullisë hyjnore dhe të përfshihen në të. Le të sillim një tjetër shembull dhe një tjetër ajet kuranor në të cilin Allahu i madhëruar
Ndëruar thotë: "Unë e kthej fytyrën time nga ai që i ka krijuar qiejt dhe tokën." Nëpërmjet këtij ajeti të nderuar, njohësit e mëdhenj pra arifit kanë kuptuar se bëhet fjalë për adhurimin e detyrueshëm, farz, dhe ato të pëlqyeshme, nafile. Një pjesë tjetër e njerëzve mendojnë se nëpërmjet këtij ajeti nënkuptohet rrugtimi fizik për në Mekë e Medinë. Të tjerë njerëz janë të mendimit se aty bëhet ftesë për të edukuar shpirtin dhe për të pastruar atë, ashtu siç përmendet në ajetet kuranore, në të cilën Allahu i Madhëruar thotë: "Vërtet, kushdo që e pastron shpirtin, do të shpëtojë." Të tjerë njerëz e dietar janë të mendimit se aty kemi thjesht një ftesë për të kryer vepra të mira, si dhe ftesë për të hequr dorë prej veprave të këqija. Të lidhura me këtë pjesë janë gjithashtu edhe urtësitë e Lukmanit, bashkë me urtësitë mrekullit dhe urtësitë e të tjerë njerëzve dhe brezave të ndryshëm të besimtarëve përgjatë historisë, të përmendura në këtë zbulesë të shenjtë, siç ishte për shembull Eshabul Kahf apo banorët e shpellës. Prej qëllimeve të tjera të kësaj zbulese të shenjtë të zbritur Muhamedit, paqja e bekati Allahu qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij të nderuar, është njohja e njerëzimit me gjendjen e mohuesve të fesë, të kryelartëve, të mendjemedhenjve, të arrogantëve, të luftës dhe të refuzimit, që ata i kanë shpallur profetëve të Zotit, paqja e Zotit qoftë mbi ta, si dhe me fundin e hidhur që Allahu i Madhëruar ka rezervuar për ta. Është për qëllimeve madhore të atij libri të shenjtë të tregojë mbar njerëzimit se cili është fundi i arrogancës, i mendjemasisë, i tiranisë, i diktatorëve dhe i gjaktarëve, siç ishte Faraoni, Karuni, Nemrudi, Shedadi, Ashabul Fil, ushtria e elefantëve dhe shumë të tjerë fe mohues e zullumqar që njerëzit i kanë ndeshur përgjatë historisë. Dhe secila prej atyre historive gjendet një sasi e madhe mësimesh, urtësi e njohurish për të gjithë kategoritë e njerëzve. Dhe kjo kategori historie koranore përfshihet gjithashtu çështjet e lidhura me kreun e djajve, iblisin, mallkimin e Zotit qoftë mbi të. Dhe kjo kategori historish gjenden të përfshira gjithashtu disa nga betejët më të rëndësishme të profetit, paqja e bekati Allahu qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij të nderuar, të mbushur me pafundësi mësimesh, urtësish dhe kërkesash hyjnore. Historia e atyre betejëve të mëdha janë të mbushur me ngjarje më të rëndësishme, ku shpaloset përpjekja dhe sakrifica e madhe e shokëve të profetit, paqja e bekati Allahu qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij të nderuar, për të mbrojtur fenë dhe për të çuar atë në skajt më të largët të botës. Ato histori janë të mbushura me udhëzime, time e urtësi, që kanë për qëllim të zgjojnë nga gjumi i përhumbjes brezat e hutuar të djemve dhe të vajzave muslimane, me qëllim mobilizimin e tyre të plot, ngritjet e lartë të fjalës së Allahut dhe pastrimin e rrugës prej pengesave të skotës dhe ligësisë. Për qëllimeve kryesore të Kuranit famëlart është gjithashtu shpalosja e dispozitave të përgjithshme të shariatit, të moralit, si dhe gjurmët e Zotit në ekzistencë. Në një pjesë të librit hyjnor janë të përfshira dispozitat e përgjithshme adhuruese dhe urtësitë që secili prej tyre përfaqësojnë, siç është namazi, zekati, humsi, 1/5, haxhi, agjërimi, xhihadi, martesa, trashëgimia, kodi penal, tregtia e kështu me radhë deri në fund. Te kjo kategori e zbulesës hyjnore përfshihen shkencat sipërfaqësore e shariatit që shfaqet si interes i përgjithshëm për të gjithë shtresat e shoqërisë në kuptimin e ndërtimit të kësaj bote dhe të botës tjetër, pra ahiretit. Kësaj pjese të shariatit i është dhënë një rëndësi e veçantë në Kuranin famëlart. Pjesa më e madhe e dietarëve musliman e kanë kaluar jetën duke shpjeguar këto dije shumë të rëndësishme të adhurimeve dhe duke i ndarë ato sipas rëndësisë dhe radhës së secilës kategori. Për qëllimeve kryesore të zbulesës hyjnore është gjithashtu përshkrimi i situatës së ditës së gjykimit dhe paraqitja e argumenteve që vërtetojnë atë. Për qëllimeve kryesore të saj është paraqitja e xhenetit dhe e xhehenemit, e shpërblimit dhe e ndëshkimit. Në këtë pjesë të Kuranit paraqitet gjendja e njerëzve të dashur dhe të përkushtuar ndaj Zotit, adhuruesve të mëdhenj, durimtare e sakrifikues të mëdhenj, si dhe oazat e lumturisë së përjetshme, ku Zoti i ka vendosur ata. Aty përshkruhet gjithashtu gjendja e tmerrshme dhe e vështirë, në të cilën do të përfshihet femohuesi, mendjemëdhenjt, hipokritët, gjunaqtarët e mëdhenj, kriminalet, mashtruesit, imoralet, egoistët, hileqarët, hajdutët, intrigantët, të poshtrit e maskarejt. Bie në sy fakti se çështjet kuranore të lidhura me masat e njerëzve janë të përsëritura her pas here, ndërsa çështjet e lidhura me kategoritë e veçanta njerëzish përmenden me radhë dhe me një gjuhë përgjithsisht më të kodifikuar. Një shembull i lidhur me këtë pjesë është ajeti kuranor, në të cilin Allahu i Madhëruar thotë: "Por kënaqësia prej Allahut është shpërblimi më i madh." Ka dhe ajete të tjera të cilat tregojnë takimin e Allahut me ta,
ose një kategori tjetër ajetesh në të cilat bëhet fjalë për ato kategori njerëzish që do ta kenë të ndaluar takimin me Allahun dhe shikimin e tij në ditën e gjykimit. Allahu i madhëruar thot: "Nuk është ashtu. Atë ditë një vel do t'i pengoj ata të shohin zotat e tyre." Vlen të theksohet se në këtë kategori ajetesh gjendet një sasi e madhe të dhënash, sekretesh e urtësish, të lidhura me ngjarjet shumë të rëndësishme të ditës së gjykimit, që është edhe dita e kthimit te Allahu i madhëruar. Informacione të dhëna e sekrete, të cilat nuk mund të kuptohen përveç se në ndritën e argumenteve apo në ndritën e njohjes së thellë që përdhon devocioni dhe adhurimi. Prej kërkesave dhe platformave të kësaj zbulese hyjnore është njohja me argumente të ndryshme, të cilat Allahu i lartësuar i ka përmendur apo i ka sjellë për të vërtetuar apo për të përshkruar çështje të lidhura me qenien e tij të shenjtë, siç janë njësimi, pakrahasueshmëria, unikaliteti, dituria, fuqia dhe të tjera cilësi që e përshkruajnë përsosmërinë e tij. Te kjo kategori ajetesh mund të gjenden argumente të hollësishme, prej të cilave mund të kuptojnë shumë njerëzit, e dijes, të njohjes dhe të afrimitetit, siç është për shembull ajeti kuranor në të cilin Allahu i madhëruar thot: "Allahu dëshmon se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç tij." Ka kategori të tjera ajetesh, gjithashtu prej të cilëve mund të përfitojnë njëkohësisht edhe të urtët, edhe dietarët, edhe komentuesit sipërfaqësor, edhe pjesa tjetër e njerëzve të thjeshtë, siç është për shembull ajeti kuranor në të cilin Allahu i madhëruar thot: "Sikur në qiell dhe në tokë të kishte zotat e tjerë përveç Allahut, si qiejt ashtu edhe toka do të shkatërroheshin." Në një tjetër ajet thot: "Çdo zot ta merrte atë që ka krijuar." Apo siç janë për shembull ajetet e para të surës El Hadid. Të tjera ajete kuranore vijnë për argumentet e ringjalljes, botën e përtejme, si dhe rikthimin e shpirtit, si dhe të tjera ajete që vijnë gjithashtu për të argumentuar praninë e engjëve, si dhe të profetëve të mëdhenj, paqja e Zotit qoftë mbi të gjithë ata. Pjesa më e madhe e ajeteve të mësipërme janë lidhur me kategoritë e argumenteve, te të cilat më së shumti trajtohet çështja e lidhur me qenien hyjnore dhe me vetë ekzistencën e Zotit, ndërsa për sa i përket pjesës tjetër të dietarëve dhe të dhënave apo të dukurive të tjera të përmendura në të, Allahu i madhëruar ka sjellë shpesh argumentet e profetëve, siç ishte për shembull argumenti i profetit Ibrahim, apo te atij që njihet si Halilur Rahman, i dashuri i mëshiruesit. Këto ajete të cilat i cekëm më sipër janë në përgjithësi pjesa kryesore e kërkesave apo synimeve të Kuranit, për të cekur dhe për të trajtuar edhe pjesën tjetër të ajeteve në vëjitjet një hapësirë kohore më e gjerë.